Kina i quan tarifat e Shtetet Bashkuara një lloj numësh, duke denoncuar përdorimin e tarifave si një armë për të detyruar dhe ngacmuar të tjerët. Pekini deklaroi të njëjtën se tarifat e fundit për 245% ndaj importeve kineze nga Shtetet Bashkuara janë kthyer në një lloj numësh. Duhet të pyesin ndoshta autoritetet amerikane se si arritën në atë shifër, tha ministria e jashtme e Kinës në një deklaratë në përgjigje të rritjes së fundit të tarifave nga shtëpia e bardhë ndaj importeve kineze. Rritjet shfrytëzuese të tarifave nga Shtetet Bashkuara ndaj Kinës janë kthyer në një lloj numësh që ekonomikisht nuk ka ndonjë ndikim të madh real, përveç se tregon më tej se si Shtetet Bashkuara i përdorin tarifat si një armë për detyruar të ngacmuar të tjerët. Shtëpia e bardhë, një përmbledhje faktike të martën, përmendi se importet kineze përballen me tarifa deri në 245%, shumë më tepër se kufiri maksimal për 145% që ishte raportuar më parë. Kjo shifër përfshin një tarifë reciproke për 125% të vendosur nga presidenti Donald Trump këtë muaj, si dhe 20% tarifa shtesë për mallat lidhura me fentanolin. Pekini rriti tarifat ndaj gjitha importeve amerikane në 125% dhe deklaroi se nuk do vendos më rritje të tjera, pasi tarifat e kanë bërë vështirë biznesin mes dy ekonomive më të mëdha në botë. Luftrat tregtare dhe tarifore nuk kanë fitues. Kina nuk dëshiron të luftojë ato luftra, por gjithashtu nuk ka frikë prej tyre, tha ministria. Nëse Shtetet Bashkuara vazhdojnë të luajnë këtë lloj numrash me tarifa, ajo thjesht do të shpërfillet. Nëse SBA vazhdon shkaktojë dëm të vërtetë ndaj të drejtave dhe interesave të Kinës, Kina do të përgjigjet me masat vendosura dhe do të qëndrojë pa lëkundur deri në fund. Të mërkurën Kina i bëri thirrje Shtetet Bashkuara të ndalojë taktikat e saj të presionit maksimal të shantazhit me nevoja tregtare, duke i kundërpërgjigjur komenteve të fundit presidentit amerikan Donald Trump, i cili tha se topi është në fushën e Kinës.